Jemi në Shkodër, në sakt në Velipoj. Në plazhin e Velipojës, ku praktikisht ka filluar puna si nga Bashkia dhe nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, por edhe nga gjithë subjektet që janë gati për pushuesit. Edhe shikoj që flukset si vjet janë më të shumta dhe më të hershme. Në gjithë Shqipërinë ka filluar shumë herët sezoni i plazhit edhe sezoni i turizmit detar. Fillojmë këtë javë edhe operacionin Plazhet e Pastra, që është një operacion i përbashkët i bashkive të Bregdetit me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit për pastrimin 24 orë të plazheve dhe të gjithë hapësirave të cilat rrethojnë pjesën e Bregdetit nga Shkodra, pra nga Velipoja deri në Ksamil. E nisim nga Shkodra inspektimin e plazheve publike dhe private njëkohësisht për të qenë të gatshëm për të mirëpritur flukset që vinë vetëm duke u shtuar. Kemi një rritje edhe në muajin maj të turizmit, sepse sapo kemi marrë shifrat dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, kemi fluks në rritje, 4% shkon periudha janar-maj, më shumë se sa e njëjta periudhë e vitit kaluar. Është e vërtetë që ka filluar fluksi pak më herët se sa në vitet e tjera, kështu që edhe ne kemi filluar pak më herët përgatitjet. Tash po kalojmë në pjesën e shëndetëtorit, që këtu kemi filluar të heqim gjithë pengesat, ta lirojmë mirë shëndetorin, sepse ka qenë gjithmonë një problem me sa i përket menaxhimit të shëndetorit edhe të gjithë pjesës punambar. Si ka lut? Ndërkohë po bëhet e pastrimi i gjithë. Po vazhdon pastrimi shëndetorit, pjesën e lëndinave, disa objekteve pa leje që janë vendosur për ta lehtësuar. Dhe kryesisht është pjesa e prioritetit, është pjesa e pastrimit plazhit, pjesa e menaxhimit të hapësirave publike dhe hapjes së hapësirave publike, të cilat janë dukshëm këtë radhë me ligjin e ri dhe planin e ri që kemi bërë, dukshëm shumë më të mëdha dhe shumë në dispozicion, gjë që është mirëprit shumë edhe nga pushuesit, hapja e hapësirave publike që do të jetë mesatarisht 2 herë më shumë se sa vitin e kaluar. Është e vërtetë dhe duhet ta theksojmë këtë gjë, me ndryshimet që kemi bërë me rregulloren e re të plazheve të vitit 2025, praktikisht vetëm subjektet të cilët disponojnë një strukturë akomoduese, pra një hotel, mundet të aplikonin për menaxhim të plazheve në mënyrë private. Që do të thotë që jo vetëm kemi rritur sipërfaqen e plazheve me 2 herë krahasuar me vitin e kaluar, por duke qenë se jemi në ditët e fundit të mbylljes së procedurave edhe për kontratat e fundit, unë jam e sigurt që do të rezultojmë me një numër edhe më të madh se sa punambar, me një numër edhe më të madh se sa ai 30% që është në fakt kufiri minimal. Do të kemi mbi 60% plazhe publike, që do të thotë më shumë punë për ne, më shumë përgjegjësi për bashkitë për të mirëmbajtur dhe administruar terrenin. Është shumë e rëndësishme edhe të theksojmë një gjë, nuk të dalim dot të mirëmbajmë pastërtinë nëpër plazhe, rregullin, në qoftë se banorët, pushuesit, bizneset të cilat do lloj qofshin nuk janë bashkëpunues me ne. Nuk mund të mbahet një terren vetëm me forcat e bashkisë, apo qoftë edhe me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, në qoftë se secili nga ne nuk ka një sjellje qytetare në raport me mjedisin, se përndryshe do të jetë një betejë e madhe. Është si thjesht një shtëpi 2 dhomaj kuzhinë për 4 banorë dhe papritur gjendesh në 2 dhomaj kuzhinë me 30 banorë. Në qoftë se këta 30 banorë nuk respektojnë gjithë rregullat, nuk do t'ja dalim dot. Kjo është kushti numër 1. E dyta, do t'jemi me tolerancë zero ndaj çdo zaptimi që mund të ndodhi ndaj plazheve. Fakti që është plazh publik nuk do të thotë që unë në mënyrë private ngul qenë qershor, çadër, shezlong, me që e kam shtëpinë këtu afër dhe nuk e shkul deri në fund. Jo. Plazh publik do të thotë vi në mëngjes, bëj plazh, marr çadrën time ose kam parë që tani ju keni ofruar dhe çadrat bashkisë, largohem me tërheqje dhe e lë të lirë territorin. Absolutisht ashtu është. Praktikisht shtohet puna dhe detyrimi dhe përgjegjësia e bashkisë me rastin e hapjes të plazheve publike dhe për këtë ne kemi filluar, ky është për shembull ministri në një ky është plazh publik, të cilin ne sipas një projekti të financuar nga bashkia po i bëjmë të gjitha aksesorët e domosdoshëm për pushimet, duke filluar me pedanën, me banjot, me dhomat e zhveshjes, me pastrimin, rilevimin edhe kornizimin e gjithë plazhit. Do të kemi disa të tillë që do të jenë model
siç është filluar të bëhet me këto këtu. publik do të ketë edhe disa plazhe model të organizuar nga bashkia që ofron çadër edhe shezlong përkundrejt pagesës. Do të kemi në një plazh publik, do të kemi mundësinë për qytetarët që të kenë, siç po e shohim tani, edhe kalimin e një dite pa pagesë, Me çadrat e tyre. Me çadrat e tyre dhe komoditetet e tyre, por do të krijojmë edhe mundësinë që me çmime simbolike dhe shumë përballueshme të ofrojmë edhe shezlongin dhe çadrën nga ana e bashkisë. Bashkëpunim me ju, edhe me këtë iniciativën që kemi dhe me kompanitë dhe me këtë sistemin e bashkëpunimit për pastrimin e plazheve, mendoj se Velipoja do të jetë shembull i pastërtisë në gjithë Shqipërinë. Jem shumë optimiste dhe mendoj që edhe koha që kemi filluar pak përpara dhe problematika që kemi pas, ne s'kemi pas asnjë problematik mbi lirimin e zonave të publike. Si ka lutë? Për nga jeni? A i mirë? Si shkut? Për nga jeni? Nga Kosova, mirë se keni ardhë. Mirë se keni ardhë. Vini shpesh në Velipoj? Po është hera 30, më sigurisht. O, hera e 30. Veç në Velipoj po flashe. Ashtu, a? Edhe në Shëngjin, edhe në Vlorë, edhe... Shumë faleminderit. Ju pëlqen? Po, Si ju duket si si vjetë? vjetë bile shumë, plazhi publik shumë më mirë. Aha. Ma i gjamë, përqindje më të madhe, po... Më vjen shumë mirë që e vlerësoni dhe që bie në sy që praktikisht janë zgjeruar hapësirat publike. Një ide shumë e mirë që të bëhet një ndarje qofte edhe sado pak vizuale midis parcelës që menaxhohet nga subjekti privat dhe gjithse kush pastaj ka mundësinë të zgjedh edhe të ri kudo. Pastërtia është gjë e rëndësishme. Praktikisht fillojmë që nesër 24 orë pastrimin, por na duhet një punë shumë e madhe sensibilizimi i qytetarëve. Se në qoftë se ne pastrojmë tani dhe mbas një ore qytetarët të cilët kanë gjithë të drejtën edhe të konsumojnë ushqimet e tyre siç po i shoh në çadra, nuk i marrin mbetjet me vete, këtu do të kemi një problem shumë të madh që nuk do ja dalim. Tani jemi organizuar që të kemi kazanët e mbetjeve në gjithë zonën, është që e mbuluar dhe që prej këtu pastaj do t'i bëjmë pastrimin tek pika që marrin makinat. Domethënë dhe pjesa e organizimit të mbetjeve këtu, sigurisht pushuesi deri te kazanët, por kjo do të jetë mbuluar me kazan e duhur dhe në largësinë e duhur nga pushuesit, që të kenë mundësi të kalojnë Ju lutem na ndihmoni, mos hidhni mbetjet atje ku rrini vetë për banjo dielli. Mbas jush do vim ne t'i pastrojmë, po me taksat e banorëve, prandaj të kursejmë edhe energjinë, të kursejmë edhe lekët, por sidomos të mbajmë pastër ambientin. Policia e shtetit Benet këtë vit do të jetë krahton për çfarëdo lloj problemi që kemi, qoftë me zaptimin e plazheve, qoftë me bllokimin e koshave. Çështja kauza e pastërtisë do jetë një kauzë kombëtare sepse nuk mund të kemi turizëm suksesshëm nëse nuk ja dalim sfidës që vërtet ne kemi kapacitetet për të pastruar për 2.5 milion, po kemi 4 vjet që po ja dalim pastrojmë për 15 milion. Kështu që kjo është nga pikat më problematike, historikisht problematike për Velipojën, që kemi arrit ta menaxhojmë edhe këto gjërat e thjeshta që thoni, krimi, largimi makinave që parkojnë, e gjitha janë menaxhojnë, e kanë arrit me Kena arrit për çdo pikë ku kemi pikë vadimit, jena duke vendosur kone sinjalizues për me blloku rrugën e pjesën e parkingut. Kena shtu 8 pika të reja pastrimit kundrejt pallateve në rrugë kryesore që me pas akses makina mi kalu 2-3 herë në ditë. Janë shtu 3, për janë bu 50 kazana 3 tashi, në fillim sezonit, këtu komplet. shumë mirë. Dhe praktikisht do duhet porosi që ja kemi dhënë dhe operatorit, i cili ka kontratën me ju edhe me AKB-n, që në për plazhe, në pjesën e shëtitorëve, ku nuk futet dot me makina të mëdha, të futet me mjetet vogla. Do t'i përdorin gjitha mjetet, qoftë me mjetet vogla, qoftë me njerëz. Sfida 24 orëshe e pastrimit është kauza më e rëndësishme që kemi. Realisht bashkia me urdhën qytetarit kena bën monitorim 24 orësh, kena shtu 4 monitoruesa, por do të jenë edhe natën monitoruesat në shërbim, që do të vazhdojmë me monitoru komplet pjesën e pastrimit. Shumë bukur. Atë jemi gati në Velipoj. Mirë se të vini në Velipoj, një nga plazhet më të bukura të Shqipërisë, me rërën me cilësinë më të mirë, këtë e dim. Vjen shumë mirë që këtu pash sot pushues jo vetëm nga Shkodra, e jo vetëm nga Kosova, por edhe nga vise tjera të Shqipërisë dhe gjithashtu vizitorët huaj që gjithmonë shumë preferojnë Shqipërinë. Mirë se të vini, do kemi një standard shumë të mirë se kurdo herë tjetër
Velipoj.